i thonë grave e vajzave diagnostikoni, e ndërkohë në spitalin onkologjik s'ka mamografi. Por si mundet ai cili ka përgjegjësinë kryesore për të pasur të gjitha medikamentet, aparaturat për ata cilët luftojnë kancerin, bën këtë thirrje hipokrizie, sepse di çfarë bëjnë, i thonë grave e vajzave diagnostikoni, e ndërkohë në spitalin onkologjik, në qendrën më të madhe ku bëhet lufta kundër kancerit, s'ka mamografi. Dur!